A dini sikur ajo gruaja e bekume që e ka lavdu pejgamberi a.s. që ka qenë me fëmin e saj në gjoks, fëmi djepit. Allahu e ka përmend këtë ngjarje në surën Buruj, was-samai dhatil buruji, shumë për juve e din, kur kanë hap gropa të mëdha dhe kanë ndez zjarr të madh dhe janë bën njerëzit rend, kush e beson Zotin një me i gjujtën zjarr, kush e beson Zotin mbret, shpëton. Ka ardha nana e bekume me fëmin e saj në gjoksin e saj, fëmi djepi, dhe po i sheh ata që e besojnë Zotin një rend, po bojnë edhe po i gjujnë ushtria me i djeg. Po e sheh, po i shkon ai i katërt i para saj, i treti, i dyti, po e vjen rana, këto po e tradhtojnë emocionet. Po e tradhtojnë emocionet jo për shpirtin e saj dhe trupin e saj, po për emladin e saj. Edhe po dënë për një moment me bo një hile. Allahu Gjelle o Ala i thënë ligjet e veta kosmologjike, se ligjet kosmologjike thojnë fëmija i djepit nuk folë, fëmija du të morit për me folën. Po Allahu Dhul Gjelal e bon atë fëmi djepit edhe i thonë, o nana ime, mos dyshon fjallin la ilaha illallah. Vazhdo në zjarë, vazhdo në zjarë. Prandaj po thonë, ai i cili vetëm njëherë nga loçka e zemrës e thot këtë fjalë, e përjeton, e ndin, e kërkon, kënaqet, e shijon, nuk ka mundësi ndryshe me ndodhe. Kur? Nuk ka mundësi ndryshe me ndodhe. Fjala la ilaha illallah nuk është fjalë goje. Nuk është një deklaratë që ne e themi, po, për me hyrë në Islam kërkohet akti i parë me e thonë. Se pa e thonë, nuk mundesh me hyrë në Islam. Por, kjo është vetëm hapi i parë. Kjo është vetëm veprimi i parë, që pastaj kjo fjalë ngërthen edhe bardh në vete veprimet e tjera.